Sot në hapësirat e Universitetit të Prizrenit, drejtori i Institutit për Edukim dhe Politika Sociale Skënder Susuri promovoi librin Shkollat e Qëndresës, arsimi paralel, shtëpi të shkollave, plan programet mësimore të qëndresës në Prizren 1990-99, ku në praninë e shumë ish drejtorëve dhe profesorëve që kanë bardhur peshë të rëndë të arsimit në Prizren gjatë viteve 1990-99. Sot morëm pjesë në këtë promovim, ku për librin në fjalë të këtij libri doktor Fadel Kryeziu ka folur për vlerat e librit që i ka si libër, që ka bërë shumë faktografi si një studim me përmbajtje të pasur, të mbështetur në dokumente, dëshmi dhe kujtime, i cili përshkruan frymën, kontributin dhe veprën e një gjenerate që në rrethana të jashtëzakonshme i dha kuptim arsimit dhe la gjurmë të pashlyeshme në brezat që vijnë. Është një vepër që bëhet pikë referencë për studiuesit dhe për çdo që dëshiron ta kuptojë më mirë historinë arsimit të qëndresës në qytetin ton, tha doktor Fadel Kryeziu. Mundin dhe vlerësin e tij duke u qasur në një seriozitet të jashtëzakonshëm studimi të kësaj periudhe, e duke sjellë paranesh pra librin Shkolla e Qëndresës, arsimi paralel, shtëpi shkolla dhe plan programit mësimor të qëndresës 1990-1999. Ky libër përmbledh një punë të madhe historike dhe pedagogjike, një punë me vlerë, duke trajtuar këtë segment shoqëror në rëndësi etike dhe duke një thënie ose sentencë të quajmë thotë se popujt që harrojnë rrezikojnë tu përsëritet historia. Prandaj, Skënder Susuri dhe përkushtim sjell paranesh të dhënat historike dhe shkencore të kësaj periudhe, duke na ndihmuar të njihemi me të gjitha zhvillimet e kohës, rënimin, pastaj organizimin, funksionimin dhe rezistencën e zhvilluar në arsimin të Prizrenës, si dhe rimërkëmbjen e tij. Studimi kryesisht ndahet në dy pjesë, ku pjesën e parë ofron dhëna historike për Prizrenën, për të vazhduar me edukimin në epokën ilire, edukimin në kohën romake, pra duke sjellë paranesh një bazament të kësaj pune të madhe të popullit ton dhe ndikimin e saj në përhapjen e arsimit të shkollës shqipe. Derisa vetë autori Skënder Susuri tha se ka sjell edhe një krahasim nga përvoja ime personale për të theksuar rëndësinë e shkrimeve, botimeve dhe hulumtimeve. Gjatë studimeve të mia, sa herë që përballesha me vështirësi dhe isha pranë dorëzimit, më mjaftonte një opinion i shkruar për të më motivuar. Në që libra është e mirë, jo që është libra e jeme. Është e mirë, por mos më thonë shumë e mirë. Gjatë leximit ju e vlerësoj. Ama unë me zgorq, nëse nuk i përmeni për vetëm profesor Ajdare, si cili më ka dhënë dokumente relevante të kohës, të pabotuara, sepse ka qenë një nga shtyllat 90-94, kur janë bërë thyrjet, pa arru profesor Met Shatrin, i cili domethënë ka botime të kësaj natyre dhe e ku marrë referencë, pa e arru e një njerëz të madh të Kosovës që nuk është tu, edhe e ka emrin Bajram Shatri, i cili ka mbledh shënime, pa cilët gjysa e më shumë çfarë na kemi shënu kishte me unë, pa e harru një shok temin që s'është Hasan Morina, i cili ka mbledh gjitha fotografitë që janë aty, të shkollave të djegura në vitin 1999. Pa harru Sheradin Berishën, i cili ma ka përshkruar rrugën edhe kemi në libër nga shkolla në Burg, vujtjet e qindra të rive tonë në burgjet e Gollit Tokut, pa harru profesor Rushdili, i cili ka pas një arkiv të shkëlqyshme në drejtorinë komunale të arsimit dhe drejtor të shkollave, kudo që ku shku, që ka pas kronikën. Veçanti i ndjeri Sefer Saramati, i cili kish pas drejtoresh një kronikë të jashtëzakonshme, dhe në mesin e asaj kronike, unë kum identifiku një arsimtare që sot ndodhur në mesin tonë e komunitetit tonë, që tha recenzenti, e cila i ka bërë 3 veprime, pa hezitim. E para ka refuzu plan programet e imponuarat Beogradit. Paramenoni na që jemi konë në atë kohë, sepse gjeneratat e reja bëjnë. E dyta, ka refuzu dokumentacionin shkollor, ditarët se, ka shpartu ditarin A4 si ne, drejtore Pia. Dhe e treta, jo me pak e rëndësishme, pagën që e ka marrë në atë periudhë kohore, domethënë kur janë konë selektiva ato, ju kujton njerë klasa parë, klasa 4 e tjerë, ajo nuk e ka marrë drejtor përparimit e shtëpia, e kalon tek ne. Prandaj unë
u emocionova dhe e pa që meriton do të thotë në një pjesë të veçantë librit me shënu. Derisa në këtë program pastaj ka folur edhe për disa pjesëmarrës që ishin aktor kryesor të këtyre viteve, kurse në këtë takim ishte dhe Dhurata Cokaj.